Horoskopi javor për datat 9 shkurt deri më 15 shkurt 2026. Dashi, ju jeni të nxitur nga një val pasioni, ndërsa Marsi ndes sektorin tuaj të kreativitetit. Rreth datës 10, prisni përparime në projektet personale ose hobi. Përqafoni spontanitetin, por mos harroni të balanconi entuziazmin tuaj me praktikën për të shmangur lodhjen. Mesjava, marrëdhëniet marrin vëmendjen. Komunikimi me partnerët ose miq zbulon njohuri kuptimplote. Konsideroni caktimin e një takimi ose sesioni për të rikuperuar pasi është një kohë ideale për forcimin e lidhjeve. Ndikimi i Venusit mund të rrisë dëshirën tuaj për siguri financiare. Vlerësoni buxhetin tuaj, por mos lejoni që shqetësimet për parat t'ju turbullojnë gjykimin. Nëse kërkoni mundësi të reja, krijimi i rrjeteve mund të çojë në hapje të papritura. Të qëndruarit aktiv si fizikisht ashtu edhe mendërisht do të rrisë gjallërinë tuaj. Një vrapim i shpejt ose meditim mund t'ju frymëzojë mëtej. Deri në fundjavë, fokusi zhvendoset te kujdesi për veten. Kalimi i kohës në natyrë ose ndalesa për pak vetmi mund të rimbushë energjinë tuaj, duke ju përgatitur për sipërmarrje të reja javën e ardhshme. Demi, këtë javë nxjerr në pa dinamikën tuaj në shtëpi dhe familje, duke ofruar hapësirë për rritje dhe lidhje më të thella. Ndërsa hëna hieshon sektorin tuaj shtëpiak, mund të ndjeni një dëshirë për të rinovuar hapësirën tuaj të jetesës ose për të rilidhur me të dashurit. Përqafojini këto impulse, sepse ato mund të sjellin kënaqësi afatgjat. Drejt mesjavës, energjia juaj toksore është ideale për zgjidhjen e çdo keqkuptimi të mbetur brenda familjes suaj. Venusi, planeti juaj sundues, rrit vlerësimin tuaj për bukurinë, qoftë muzikë, art apo natyrë. Kënaquni me aktivitete që ju ngren shpirtin. Sfera e punës kërkon vëmendjen tuaj ndërsa Mërkuri inkurajon planifikimin e përpikt. Përballuni detyrave tuaja në mënyrë efikase. Progresi i bërë tani hedh themelet për suksesin e ardhshëm. Përshtatshmëria në qasje do të jetë çelësi. Sa i përket shëndetit, kini kujdes nga teprimi me ushqimin e rehatshëm. Zgjedhjet e ekuilibruara ushqejnë mirëqenien tuaj. Deri në fundjavë, angazhimi në ngjarje komunitare ose mbledhje të thjeshta mund të sjellë gëzim dhe relaksim, duke vendosur një ton harmonik për ditët në vijim. Binjakët, këtë javë ju fton të eksploroni horizonte të reja ndërsa Merkuri rrit kuriozitetin dhe intelektualitetin tuaj. Në fillim të javës, mundësitë për të mësuar dhe rritur personal janë të shumta. Merrni në konsiderat regjistrimin në një kurs ose zhytjen në një libër të ri. Komunikimi është superfuqia juaj tani. Shfrytëzojeni atë për të krijuar lidhje dhe për të ndarë ide të freskëta. Në mesjavë, bashkëpunimet fitojnë vrull. Përpjekjet në ekip janë të favorshme, por mos harroni të balanconi dhënien dhe marrjen në partneritete. Venusi fut hijeshi në bashkëveprimet tuaja, duke e bërë këtë një kohë të shkëlqyer për zgjidhjen e çdo tensioni me stil diplomatik. Çështjet financiare mund të kërkojnë vëmendje deri në datën 12. Rishikoni buxhetet ose investimet me një sy kritik për të siguruar stabilitet. Sa i përket shëndetit, praktikat e vetëdijes si yoga ose shtrirjet e thjeshta mund të përmirësojnë ekuilibrin tuaj. Gjatë fundjavës, një ndryshim peizazhi, madje edhe një udhëtim i shkurtër, mund të rifreskojë perspektivën tuaj dhe të frymëzojë zgjidhje krijuese. Shijoni këto momente për të rimbushur përpara se të zhyteni përsëri në detyrimet e javës së ardhshme. Gaforria. Këtë javë, kozmosi ju inkurajon të përqendroheni te vetëvlerësimi dhe siguria financiare. Ndërsa trupat qiellor ndriçojnë sektorin tuaj të ardhurave. Merrni në konsiderat rivlerësimin e qëllimeve tuaja financiare ose ndjekjen e mundësive për rritje. Rreth mesjavës, natyra juaj intuitive është rritur, duke ndihmuar në marrjen e vendimeve të mençura monetare. Mirëqenia emocionale është ndërthurur me stabilitetin financiar tani. Siguroni një ekuilibër për të ruajtur paqen e brendshme. Marrëdhëniet mund të paraqesin sfida, veçanërisht nëse rishfaqen modelet e vjetra. Përdorni energjinë tuaj ushqyese për të shëruar dhe rregulluar lidhjet. Bisedat zemër më zemër mund të forcojnë lidhjet. Ndikimi i Marsit i jep energji përpjekjeve tuaja profesionale. Kanalizoni këtë shtys në përfundimin e projekteve të vonuara ose në fillimin e sipërmarrjeve të reja. Kreativiteti mbetet aleati juaj. Lejoni që imagjinata juaj të nxjisë progresin. Sa i përket shëndetit, vendosni një ekuilibër midis pushimit dhe aktivitetit për të ruajtur vitalitetin. Gjatë fundjavës, përqafoni lidhjet shoqërore. Ato ofrojnë mundësi për gëzim dhe për të rritje, duke u përputhur në mënyrë të përkryer me dëshirën tuaj për harmoni dhe ngrohtësi. Luani. Java që vjen ju vendos në qendër të vëmendjes,
duke ju ofruar mundësi për të shkëlqyer dhe për të shprehur veten tuaj autentike. Me diellin që ndriçon fushën tuaj të partneriteteve. Angazhimi në përpjekje bashkëpunuese ose sipërmarrje të përbashkëta mund të sjellë sukses dhe kënaqësi të ndërsjellë. Përdorni karizmën tuaj natyrore për të ndërtuar ura në vend të barrierave, veçanërisht në fillim të javës, pasi nxit rrjedhimin dhe miqësitë. Në mesjavë është thelbësore të ushqeni aspiratat tuaja personale. Vendosja e qëllimeve do të hap rrugën për triumfe të ardhshme. Në çështjet e dashurisë, Venusi rrit romancën, duke e bërë atë një kohë ideale për të ringjallur pasionin në marrëdhëniet ekzistuese ose për të ndjekur lidhje të reja. Sigurohuni që të hapni kanale komunikimi për të parandaluar keqkuptime. Financiarisht, një qasje kujdesshme ju shërben mirë. Shmangni shpenzimet impulsive që mund të prishin buxhetin tuaj. Sa i përket shëndetit, aktivitetet fizike si vallëzimi ose sporte do ta kanalizojnë energjinë tuaj të bollshme pozitivisht. Deri në fundjavë, të kënaqeni me ndjekjet krijuese ose të përkëdhelni vete mund të sjellë relaksim dhe një entuziazëm të ripërtërir për sfidat e ardhshme. Virgjëresha. Këtë javë aftësitë tuaja analitike janë në qendër të vëmendjes, duke ju nxitur të mbani rendin në mes të kaosit. Ndërsa Merkuri favorizon aftësitë tuaja organizative, ju paraqitet një mundësi e përsosur për të pastruar dhe krijuar efikasitet në rutinat tuaja. Këtë javë përqendrohuni në përcaktimin e përparësive. Thjeshtimi i orarit tuaj ju lejon të përqendroheni në projekte ose aspirata thelbësore. Marrëdhëniet mund të kërkojnë aftësinë tuaj për zgjidhjen e problemeve. Komunikimi harmonik do të zgjidhë keqkuptimet duke forcuar lidhjet. Sa i përket karrierës, inovacionet dhe përmirësimet janë të arritshme. Jini të hapur ndaj ndryshimeve pasi ato mund të nxisin progresin dhe produktivitetin. Venusi rrit anën tuaj krijuese. Lejoni që ky frymëzim të ngjyrosë qasjen tuaj ndaj detyrave, duke i bërë ato më të këndshme dhe përmbushëse. Sa i përket shëndetit, jepini përparësi ushqyerjes së ekuilibruar dhe ushtrimeve të vazhdueshme për të ruajtur nivelet tuaja të energjisë. Gjatë fundjavës, merrni në konsiderat vetminë e vetëdijshme. Vetanaliza mund të ndihmojë në qartësinë emocionale dhe paqen. Shijoni këto momente reflektuese, duke u përgatitur mendërisht dhe fizikisht për përpjekjet e javës pasuese. Peshorja. Këtë javë ju inkurajon të përqendroheni në ekuilibër në të gjitha aspektet e jetës suaj. Ndërsa hëna nxjerr në pas sektorin tuaj të partneritetit, marrëdhëniet vinë në fokus. Sigurohuni që respekti dhe mirëkuptimi ndërsjell të udhëheqin diskutimet tuaja. Në fillim të javës, angazhimi në aktivitete që promovojnë harmoninë emocionale dhe gëzimin e përbashkët forcon lidhjet tuaja. Venusi ndikon në sferën tuaj shoqërore, duke e bërë atë një kohë ideale për rrjedhim ose organizim takimesh. Kultivoni këto lidhje, pasi ato mund të japin mundësi të ardhshme. Mesjava, projektet personale kërkojnë vëmendje. Lejoni që shpirti juaj krijues të udhëheqë qasje inovative ndaj sfidave. Ambicjet e karrierës mund të përfitojnë nga planifikimi strategjik. Lëvizjet e guximshme, por të llogaritura, favorizohen pranë datës 12. Financiarisht tregoni kujdes. Buxhetimi i kujdesshëm parandalon tendosjen e panevojshme. Sa i përket shëndetit, mbani një stil jetese të ekuilibruar duke integruar teknika relaksimi si meditimi ose shëtitjet e këndshme. Deri në fundjavë, të kënaqeni me artin ose muzikën mund të qetësojë shisat tuaja, duke ofruar paqe dhe ekuilibër ndërsa hyni në ciklin tjetër. Akrepi. Kjo javë nxit vetanalizën dhe transformimin, ndërsa energjitë qiellore ndezin fushën tuaj të rritjes personale. Në fillim të javës, bota juaj e brendshme thellohet. Meditimi ose shënimi i ditarit mund të zbulojë njohuri të vlefshme, duke ndihmuar në shërimin emocional. Ndikimi i Marsit nxit ambicjet tuaja në karrierë. Vendosmëria dhe iniciativa janë aleatët tuaj në ndjekjen e qëllimeve. Angazhohuni me vendosmëri, por kujtojini vetes të përzjeni ambicje me empatin kur bashkëveproni me kolegët. Marrëdhëniet mund të pësojnë ndryshime. Nderoni këto ndryshime si mundësi për mirëkuptim dhe lidhje të ripërtërir. Deri në mesjavë, konsideratat financiare dalin në dritë. Rishikoni investimet ose buxhetin tuaj për të siguruar stabilitet në të ardhmen. Venusi rrit dëshirueshmërinë në çështjet personale. Kënaquni me përvoja të përbashkëta që bashkojnë dhe frymëzojnë. Nga ana shëndetësore, ekuilibri mendje-trup është thelbësor. Ushtrime të buta si yoga mund të forcojnë qëndrueshmërinë. Gjatë fundjavës, merrni kohë për të rimbushur rezervat tuaja emocionale duke ushqyer hobi ose duke u çlodhur në vetmi, duke rivendosur vitalitetin dhe duke u përgatitur për përpjekjet e ardhshme. Shigjetari.
Këtë javë, shpirti juaj aventuresk fuqizohet nga kozmosi, duke inkurajuar eksplorimin dhe zgjerimin. Ndërsa Jupiteri ndriçon horizontin tuaj, shfrytëzoni mundësitë për të zgjeruar aftësitë tuaja ose për të nisur një udhëtim intelektual. Në fillim të javës, lidheni me mentor ose kërkoni udhëzime për të rritur rritjen personale. Marrëdhëniet rriten me përvoja të përbashkëta. Prandaj planifikoni një dalje spontane me të dashurit. Mesjava, rruga juaj e karrierës mund të paraqesë zhvillime emocionuese. Përshtatshmëria dhe gatishmëria për të përqafuar ndryshimin do t'ju shërbejnë mirë. Lidhuni me kolegët, pasi njohuritë e tyre mund të ndriçojnë shtigje të reja. Financiarisht, bujaria e Jupiterit hap rrugën për prosperitet, me kusht që t'i menaxhoni burimet me mençuri. Sa i përket shëndetit, mbajtja një rutine aktive është çelësi. Aktivitetet që sfidojnë trupin dhe mendjen tuaj rrisin vitalitetin dhe fokusin. Deri në fundjavë, kënaqni kuriozitetin tuaj. Vizita në një vend të ri ose rikthimi i një pasioni të çmuar mund të ofrojnë freski dhe gëzim, duke ju përgatitur për aventurat e javës së ardhshme. Britsjapi. Kjo javë kërkon një fokus në stabilitetin dhe qëllimet afatgjata. Me Saturnin që thekson përgjegjësinë dhe disiplinën, kanalizoni përpjekjet tuaja në projekte që kërkojnë përkushtim dhe qëndrueshmëri. Në fillim të javës, sharoni ambiciet, duke u siguruar që ato të përputhen me vlerat tuaja thelbësore. Balanconi kërkesat profesionale duke vendosur kufi realist për të shmangur lodhjen. Mesjava mund të sjellë mundësi financiare. Vlerësoni burimet tuaja me mençuri dhe merrni në konsiderat investimet afatgjata. Marrëdhëniet mbështeten nga komunikimi dhe mirëkuptimi i hapur. Qasuni bisedave me transparencë dhe durim. Venusi rrit magjin ndërpersonale. Shfrytëzojeni këtë bukuri në përpjekjet e rrjedhëzimit. Nga ana shëndetësore, mirëmbajtja rutinë dhe kujdesi për veten parandalojnë stresin. Integroni aktivitete relaksuese si leximi ose shëtitjet e buta për të rimbushur energjinë. Gjatë fundjavës, merrni në konsiderat të përfshiheni në sipërmarrje krijuese ose të çlodheni me miq të besuar, duke balancuar punën me kohën e lirë për të ruajtur ekuilibrin. Duke u përqendruar në praktikat e qëndrueshme tani, ju pozicionoheni me sukses për arritje dhe kënaqësinë e ardhshme. Ujori. Kjo javë ka të bëjë tërësisht me përqafimin e perspektivës suaj unike dhe shfrytëzimin e saj për rritje transformuese. Ndërsa dielli ndriçon shenjën tuaj, mund të ndjeni një dëshirë të intensifikuar për të çliruar nga kufizimet dhe për të ndjekur autenticitetin. Në fillim të javës, kanalizoni energjinë tuaj në projekte që nxjerrin në pah individualitetin dhe inovacionin. Partneritetet mund të lulëzojnë me komunikim të hapur dhe të ndershëm. Lejoni që bashkëpunimi krijues të ndezë ide të reja. Mesjava, Mërkuri rrit qartësinë, duke i shndërruar mendimet në plane të zbatueshme me lehtësi. Financiarisht, rekomandohet rivlerësimi. Harmonizoni shpenzimet me vlerat për të rritur stabilitetin. Nga ana shëndetësore, stimulimi mendor dhe fizik është çelësi. Eksploroni hobi ose stërvitje të reja për të mbajtur shpirtin tuaj dinamik të angazhuar. Deri në fundjavë, merrni në konsiderat pjesëmarrjen në ngjarje ose kauza komunitare që rezonojnë me bindjet tuaja. Këto ndërveprime ushqejnë shpirtin tuaj. Balanconi introspeksioni me përpjekje shoqërore, duke ju lejuar të forconi themelet tuaja ndërsa përgatiteni për rrugën përpara me besim dhe depërtim të ri për të rirë. Peshqit. Këtë javë rrit dhuratat tuaja intuitive, duke ofruar qartësi si në sferat personale ashtu edhe në ato profesionale. Neptuni rrit ndjeshmërinë ndaj mjedisit përreth, duke inkurajuar empatinë dhe mirëkuptimin në ndërveprime. Në fillim të javës, vizualizoni aspiratat tuaja. Ndjekjet krijuese favorizohen për të manifestuar ëndrat në realitet. Marrëdhëniet përfitojnë nga depërtimi juaj i dhëmshur. Jepni përparësi bisedave të përzemërta për të forcuar lidhjet. Në mesjavë, përpjekjet profesionale mund të kërkojnë inteligjencë emocionale. Përshtatuni me perspektiva të ndryshme për të nxitur bashkëpunimin. Financiarisht, rezistoni ndaj nxitjeve impulsive. Menaxhimi i vëmendshëm siguron siguri. Nga ana shëndetësore, jepni përparësi mirëqenies emocionale. Aktivitete si meditimi ose shkrimi i ditarit ushqejnë paqen e brendshme. Venusi shton joshje në lidhje shoqërore. Kënaquni me artin ose muzikën që frymëzon qetësi. Deri në fundjavë, vetmia mund të therrasë. Nderoje këtë thirrje për të rimbushur dhe reflektuar, duke u mbështetur në puset e tua të thella të intuitës. Ndërsa e përqafon këtë ritëm, përgatitesh për mundësi të reja me qëndrueshmëri dhe hir, duke qëndruar besnik ndaj rrugës tënde të destinuar.
Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.